Mirëmëngjes nga Philadelphia. Këtë video po e bëj që t'ju tregoj se sa kushton një sanduiç me mish në Amerikë. Më i liri që kushton është $10. Më i liri, dhe këtu në Philadelphia ka një lloj sanduiçi që quhet cheese steak, dhe është si tip tradicionali, sanduiç tradicional, siç është sufllaqja në Greqi, që e kemi edhe ne në Shqipëri. Ta kanë cheese steak. Një sufllaqe në Shqipëri kushton 2000 ka vajtër deri në 2500. Këtu një cheese steak kushton nga 10 deri në $15. Dhe nuk është një kusht e çfarë, është mish i përpunuar, nuk është një sufllaqe që është sufllaqe të mirë. Po nëse për shqiptarët që janë Philadelphia se janë diku këtu afër dhe i ka marrë malli për sufllaqe, më thoni mua, më dërgoni një mesazh për adresën, nëse dohen të dini adresën një sufllaqe këtu në Philadelphia që është njësoj si në Greqi. Më çoni mesazh ose ja shkruaj në koment adresën që ta hanë një sufllaqe tamam si në Greqi.